Nëse do të preknim disa nga zhvillimet politike, po them të ditës fundit apo të ditëve të fundit, ato që kanë bërë, po themi, më shumë zhurmë në media. Unë do të nisja nga zhvillimet e kuvendi i ri ka nisur, dhe duket se që në seancat e tij të para, Ervin, kemi një nëse do ta them kështu, një arrogancë të numrave nga ana e mazhorancës. Për shembull, një situatë konkrete që tregon, po them, edhe panoramën e përgjithshme, është fakti që opozita është përjashtuar në kuptimin që i është marrë Komisioni i Integrimit. Komisioni i Integrimit është bashkuar me Komisionin e Punëve të Jashtme dhe drejtimin e të cilit e ka marrë mazhoranca. Kritikat e opozitës pothuajse nuk janë marrë parasysh sepse mazhoranca ka patur forcën e kartonave dhe ka kaluar me 79 vota. Tashmë është mjaft komode mazhoranca me 83 mandate. Po çfarë tregon kjo më gjerë përtej disa detajeve të disa komisioneve? Unë mendoj që Partia Socialiste që se da qyë mazhoranca, sepse aty është një parti, nuk është se ka mazhorancë në kuptimin e një boshti politik, është një parti, flas nga ana konvencionale, për mosh një organizat me drejthije të rënda, me kriminalitetin edhe me kapin e shtetit, megjithatë formalisht do ta trajtojmë si parti, patjetër. Ka atë agjendën e vet. Dhe as do të di fare pse ç'a ndodh vërdall. Nuk do të di fare Shqipëria është trajtuar gjatë gjithë kohës në gjendje të jashtëzakonshme, me vendimarrje arbitrare, vendimarrje totalisht të shpejta, të befta, të fsheta, të bëra diku gjetk, jo nëpër institucionet shqiptare, dhe nuk e shoh se ka një ndryshim të madh nga vendimarrja ta zonë për shembull për tërmetin, ku ta di unë, vendimarrja për Covidin, gjithçka, gjithë tendenca është për çdo lloj vendimarrje ne të kemi diskrecion absolut dhe mbi gjitha liri totale nga çdo lloj shtrëngese institucionale apo të kontrollit të institucioneve demokratike. Kjo është për mua ajo që bën Partia Socialiste. Nëse s'do thoja mazhorancë kuptimi, po është sigurisht mazhorancë me numra, po është një parti, është një organizat. Pjesa tjetër pastaj nga opozita, me thënë drejtën, ja ka lehtësuar kaq shumë punën, sepse kur ti e shikon që tjetri ka vënë një agjendë dhe do të eci me atë gjën e vet, duhet patjetër të ndërtosh një retorik, një narrativ kundërshtuese, një narrativ ballafaquese, përplasëse, që ka lidhje me pikërisht me mos injorimin e opinionit publik në Shqipëri, e aktorëve të shoqërisë civile, qoftë dhe forcave të reja që kanë filluar të glojnë dhe të lëvizin. Pra, dhe këtë rol normalisht do ta lunte partia më e madhe opozitare, nëse duam ta quajmë të tillë, patjetër. Unë kam dyshimet e mia, po dhe ajo nuk e luan këtë rol, po gjë është çfarë bën Partia Demokratike, është me Gonigali, ku ta di unë, udhëtimi i këtij atij, por nuk ka në mënyrë absolut, nuk ka kokrën e lidhjes me atë që po ndodh sot në Shqipëri, po është duke bërë në mënyrë të instrumentalizuar, do thoya gati banale, tër agjendën politike që ka lideri i saj në raport me non grata. Domethënë është fokusuar 100% aty dhe pastaj kjo loja me zgjedhje, e cila trajtohet kështu si film policesk, ku se ne kemi parë këtë pamje, se kemi parë ato pamjet, ndërkohë që detyra një subjekti politik është që mbi ato që ndodhin të fillojë të ndërtojë aksion që ato të mos ndodhin më dhe mos bëhet duket sikur këta bëjnë zyrën e një shërbimi që merret me monitorimin e zgjedhjeve. Një parti politike sigurisht kanë të gjithë drejtën të denoncojë, ka gjithë drejtën të thotë që kjo gjë është e padrejtë dhe është në shkelje.
por ndërkohë jeta politike vazhdon, ti duhet gjesh mënyra se si ta dobësosh tjetrin, sepse tjetri vjet për arsye sepse të shef të dobët. Në moment që ti je i fortë, ti nuk guxon të bëj atë gjën. Dhe këta kanë krijuar fatalitetin në opinion publik që thotë ne s'kemi ç'a bëjmë, ky vjedh tërkohën, ne jemi viktima, madje për shkak të frustrimi ka filluar tash i sulet dhe opinioni publik se thotë mirë ky që na shkel, po as ju s'na mbështesni. Sikur opinioni publik është një mahall që duhet me lidhje gjaku ti shërbej Partisë Demokratike se e ka kushëri ose ku ta di unë, apo e ka komshia, po nuk e di. Në këtë sens, arsyeja kryesore sepse ky lloj arbitrariteti vije të re dhe është në lëvizje, është në veprim, është sepse nuk ka as edhe një lloj oponence, as një lloj rezistence reale në lidhje me këtë gjë. Për mua integrimi është totalisht një akt do thoja propagandistik. Po thua për integrimin në Bashkimin Evropian? Po. Shiko, para se të shkoj te integrimi, se do ta trajtojmë atë, dua të ngelem pak te ky frustrimi i opozitës. A mendojnë që gjatë këtij mandati opozitarizmi, jo vetëm Partia Demokratike, po edhe më gjerë se aq, do të jetë më i frustruar për shkak të asaj që unë thash në fillim, për shkak të arrogancës së numrave të majorancës, se po e shifja pak edhe ligjërimin e majorancës dje në kuvende dukeshin të relaksuar totalisht, pra duket sikur nuk i hyn më asnjë gjemb në këmbë dhe çfarë do lloj vendimi që do ta marrin lehtësisht. Kjo do të prodhojë një farë frustrimi të opozitarizmit të gjithë faktorëve opozitar, apo do të ketë një rrugdalje në opozitarizëm, po them. Në qoftë se ti mua këtë bën pyetje, dhe unë të përgjigjem si kam kaluar pushimet në Shëngjin. Domethënë, pak a shumë është kjo lloj gjëje që po ndodh. Është kjo lloj gjëje që po ndodh, që aktualiteti kërkon një gjë, jeta politike kërkon një gjë, ndërkohë që ata bëjnë një gjë tjetër. Pse se janë në hall, kanë gjërat e tyre dhe po funksionojnë për mendimin tim totalisht në interes të ngushtë për interesat e një personi, një lideri, i cili ka problemet e veta me ndërkombëtarët dhe është fokusuar gjithçka aty. Gjithçka aty, ka viktimizim, ka fatalizëm, ka gjithmonë një justifikim dhe kjo për mendimin tim nuk mund të bëjë gjë tjetër veçse ta bllokojë jetën opozitare, po sigurisht jo për gjithmonë. Sepse me këtë lloj këtë lloj jete opozitare, unë di ta them një gjë me siguri. Ndoshta Rama nuk do ketë goditje të forta për një kohë të shkurtër, ndoshta mund ta ketë deri diku të sigurt, por dim vetëm një gjë që nga ana opozitës, kjo lloj opozite nuk mund të vazhdojë përjetësisht. Pra, nëse pushteti i ka mekanizme ndor për të mbajtur numra dhe për të mbajtur pushtet, nga ana tjetër opozita është në tretje të përditshme, dhe gjithsesi atje do ketë zhvillime, por që janë zhvillime të cilat do impaktojnë edhe Partinë Socialiste. Sepse në momentin që ndryshon opozita që ke përballë dhe lëviz apo ka diçka, ka një ngjarje, ka një ndrim, ka një lloj zgjimi të opozitarizmit në Shqipëri, që mund të vijë nga subjekte të reja, që mund të vijë nga një transformim i beftë edhe brenda Partisë Demokratike, nuk e di. Por di vetëm që kështu opozitarizmi nuk mund të vazhdojë kështu. Majoranca dhe Partia Socialiste mund të vazhdojë kështu, po opozitarizmi jo. Pra, nuk është se gjendja nuk ndryshon fare, por ndryshon me ngadalë, ndryshon nga pak, ndryshon në kohë dhe nuk ka të ndryshime që ne presim, por gjithsesi lëviz. Mos mendoj njëri që gjërat nuk lëvizin. Sigurisht që po lëvizin dhe fakti që ne kemi parti të reja që kanë hyrë në parlament, mund të duket kështu si Barcalet, thuash se një deputet, dy deputet, po ne nuk i kemi pas përpara, ne kemi pas parti të cilat ishin extension, ndjes për shprehjen anglisht, zgjatime të partive të mëdha, po s'kan qenë ndonjëherë parti të cilat gjithsesi përpiqen të sjellin një lloj dinamike të re, që se do e quajmë. Qartë. Për të kaluar te çështja e dytë e integrimi, përtej të gjitha teknikaliteteve të cilat nuk e di se sa relevante janë, edhe këtë e them me shumë sinqeritet, nëse do të dëgjonim dje
fjalimin e kryeministrit në Bruksel, ai është edhe sot, ka takuar shefin e NATO-s, Mark Rutte, po nëse do të dëgjonim dje fjalimin e kryeministrit, ishte vërtet një fjalim prej triumfatori. Në limitet e batutave që ai patjetër i ka të zakonshme në ligjërimin e tij dhe mitit. Tani, përtej kësaj ti the që integrimi është një farë propagande, po ka mundësi që kjo të ndodhë në vitin 2027. Është vërtet propagandë, si e gjykon? Shiko, në qoftë se nesër bëjnë zgjedhje dhe në Gjermani ta zënë fiton partia e ekstremit djathtë, AfD. AfD-ja, po. Ti mendon që ky proces do eci kaq kollaj? Ta zënë në Parlamentin Evropian ndryshon pesha e ngjyrave politike, nuancave politike atje. Mendon se ky proces do eci kështu siç e nxjerrin televizor këta, edhe ka aq shumë faktorë, aq shumë variabla, të cilat nuk janë fare në ndikimin e budalliqeve që thot kryeministri nëpër konferenca për shtyp, sa çfarë them unë, ku dëgjojmë për të marrë një krahasim. Se duket tani sikur kemi tendencën që themi jo, po themi një kritik për çdo gjë. Po ka ndjek i çik pozicionet e Bashkimit Evropian për në lidhje me Ukrainën. Sigurisht ka vendimarrje të fuqishme, ka me vërtet akte kurajoze, por në fund fare ata të cilët po vendosin për luftën në Ukrainë, Bashkimi Evropian është i fundit në radhë. Dhe po flas për Bashkimin Evropian, nuk po flas për një shtet. Qartë. Dhe po të dëgjosh konferencat, unë e ndjek me shumë ëndje dhe me shumë tension atë që po ndodh në Ukrainë për një mijë arsye, pse është ky vendi. Dhe ajo që unë shoh është që këta mblidhen 3 herë në javë, 4 herë në javë për Ukrainën, po nuk kanë qendor, më kupton? Dhe fakti që bëhen këto gjithë këto konferenca, gjithë këto akte, gjithë kjo, tu kemi të bëjmë më shumë me komunikim publik. Nuk kemi të bëjmë me arritje konkrete. Se me sa para shumë nga ato kapituj që janë hap 4, por nuk është mbyll asnjë duke s'kishte asnjë me jeshile. Me çka kam parë. Pra ti akoma nuk e mbyll një kapitull, më duket deri në fund. Mos gabohem. Ndërkohë që është thënë që do të hapen të gjithë brenda aktivitit. Paktën kështu ka thënë ajo zonja Marta Kos, që është edhe këtu. Po patjetër, edhe Turqia i ka hapur negociatën me Bashkimin Evropian një nga 80 caja, nuk e di 83, nuk e di tash, se hyri Greqia me Kiprin. Po. Mos gabohem tani se nuk i di, ka diku të 40 vite që është. Një gjë e lehtë, po 40 vitesh. Pra, nuk është kaq e kollajt kjo gjë, sepse nuk varet nga një funksionare, nuk varet nga një konferencë për shtyp dhe nuk varet nga një konjunkturë, po janë vendimarrje të mëdha të cilat për mendimin tim do duan një konsensus shumë gjerë, do duan që të mos ndryshojë kjo konjunkturë politike që është për momentin, do duhet që Parlamenti Evropian ta mbështesi në kuptimin e vullnetit politik të atyre profesuesve që nxjerrin shtetet në vendet përkatëse. Është shumë ngatruar. Sigurisht kryeministri pse e luan atë? Sepse ti në momentin që ai luan atë kartë thotë, të lutem thotë mos më flit më për këtë gjë, se ne tash jemi në Prag. Kupton, tash çfarë debati hap ti? Ne jemi duke vënë Bashkimin Evropian, ne shikoni me çfarë merreni ju. Ku jam unë jam maj tani, ju merreni me thërrime. Saktësisht kjo ishte ajo për cilën doja të të pyetja, po ti i paraprive. Kujt i shërben? Kujt i shërben? Të shembull, edhe kullat që po bëhen nëpërmjet korporatës investimeve justifikohen me idenë që ne duhet kemi ndërtesa serioze për një administratë serioze e cila do të jetë, po them unë, e gatshme për t'u përgjigjur kërkesave që ka Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dakor? Edhe këto justifikohen me të. Shikoj çfarë propagandë është kjo. Kjo dhe kullat justifikon. Çdo gjë justifikon. Madje po ta mbash të agjendën. Edhe kodi penal, Kodi i ri penal që është kaq problematik, që është diskutuar kaq shumë. Patjetër ajo duhet parë, sepse ajo, domethënë, do ketë po them një farë pushteti edhe BE aty, nuk e di sa, po do ta ketë një farë zëri, një farë influencë. Por shikoj çfarë ndodhi me zgjedhjet. Gjyen në këtë kuadër të integrimit, jo në kuadër të takimeve, 2 ditë mbas zgjedhjeve u bë samiti.
Pa bëhet samiti 2 ditë mas zgjedhjeve? A thua se zgjedhjet ishin ku ta diun data e dëshmorëve, apo dita e dëshmorëve. Po për disa kohë, sepse zgjedhjet keni parë në një vend në planet që ditën e zgjedhjeve i ditë para të bëj 2 ditë Giro para d'Italia. të bëj Giro d'Italia dhe 2 ditë mbrapa të bëj summit. Pra në momentin që ai të fut këtë kornizë, praktikisht mbyll çdo lloj kanali diskutimi, mbyll çdo lloj kritike, mbyll çdo lloj mundësie për narrativ, si më thon, përkundërshti dhe çdo gjë ecën me atë shkundjen e propagandës që ne jemi tashimi në portat, në prag të Bashkimit Evropian dhe nuk ka më asnjë lloj vlere që ne të merremi me çështje dytësore. Pra kjo është çështja e çështjeve. Dhe me këtë ikin dhe 4 vjet tjerë. Mirupafshim. Qartë. Dua të hidhem tani tek Tirana, tek kryeqyteti, i cili ka sigurisht shumë probleme, patjetër, por do të mblidhet Këshilli Bashkiak dhe do të shkarkoj kreun e Bashkisë Veliaj. Tani nuk të kam patur, të paktën gjatë kësaj kohe që do të pyesja se si e sheh këtë çështjen Veliaj përtej diskutimeve të zakonshme mes komentatorëve, pra dikush e mbron, dikush e shet. Dua ta kuptoj pak më gjerë këtë në këndvështrimin tënd. Po, unë besoj që e para punës, kryetari i tanishëm nuk do jetë përgjithmonë. Sigurisht që ajo do jetë deri në zgjedhje, deri kur të vinë zgjedhjet lokale. Pra nuk është se do mbaj përgjithmonë, do vinë zgjedhjet lokale prapë. Këto janë zgjedhje të pjetshme, janë zgjedhje, po them unë, kushte të jashtëzakonshme dhe mendoj thjesht për një lloj formaliteti, Bashkia e Tiranës nuk mund të rri pa një kryetar atje, që kushdo që do jetë atje nuk do jetë, mendoj unë, kushtet e shkëlqimit politik, pa u fund fare do jetë dikush që është në perëndim, mendoj unë. Më thënë, në këtë rast, për zonën Marsilliu, nuk besoj se ky është një shans për ta ngritur në përgjithësi dhe për të dhënë më shumë besim, po më duket se është një lloj akti për ta fikur pak edhe për ta mënjenuar, për ta lënë atje në cep. Unë kështu e shoh. Çështja e datës edhe këtyre, sigurisht fillon shtatori, tetori, u mbyllën zgjedhjet, pra gjithë problemi është mos interaktonin zgjedhjet, mos impaktonin zgjedhjet, u mbyll një palë, hapet një palë tjetër. Sigurisht do bëhesh gjithçka në korrekord gjithmonë, që ti mos kesh mundësi as flasësh, lër pastaj të ngresh një platformë të bësh dhe në fakt ai institucion do jetë po një lloj kalbur, sepse ai institucion nuk është të reformuar, është në traum të plot, sepse unë e di shumë mirë edhe njoh njerëz që punojnë atje, është në traum të plot, nuk di ku rrotullohet. Dhe praktikisht ashtu do jetë, sepse është një institucion i shkatërruar në kuptimin institucional, moral, të legjitimimit të ligjit dhe do jetë prap një, si më thonë, një institucion që do jetë një makineri elektorale e Partisë Socialiste e liderit kryesor. Mos harrojmë një gjë që kryeministri i ka përqendruar çdo lloj leje mbi gjashkate i ka në dorë të vet. Pra, gjitha mendimet për lejet i merr ai. Tash kushdo që të zgjedhësh kryetar bashkie nuk ka pikën e rëndësisë në këtë aspekt. Do jetë thjesht një njerëz që bën pastrim i qytetit, por nuk do ketë në një pushtet që të buroj nga qytetarët e Tiranës dhe themi që ky është, si më thon, përfaqësuesi i pushtetit lokal, lokalisht dhe mund të bëjë një farë rezistencë ndaj pushtetit qendror. Është komplet e kundërta. Pra, e mori, e shkatërroi, e la zvarr ca muaj, e delegjitimoi, e bëri një institucion që sot ka mund të duke lagja një 17 gropa këtu, mbeturinat vini fshin një herë në 2 javë, kalojnë në një nga këta shkretit që janë pa kushte, pa gjë, dhe ka zona së Tiranës që janë komplet pambuluara nga pamja pastrimit edhe gjitha. Pra, një lloj mendoj unë do jetë situata e menaxhimit qytetit, nuk ka asnjë lloj ndryshimi, thjesht i erdhi data dhe është thjesht një gjë për të heqë. Unë në fakt kam një shqetësim tjetër, pyetje. Nuk e di, a mendon ti që po them
përmbysja e pushtetit qendror nis nga kthimi i pushtetit lokal në Bashkinë e Tiranës, siç thuhet shpesh, dhe në këtë kuadër, a ka mundësi ndonjë forcë opozitare, ndonjë organizim opozitar që ta marrë Bashkinë e Tiranës ndonjëherë, në ndonjë mënyrë? Nuk e di, më kupton? Po, të kuptoj shumë mirë, patjetër. Mendoj që vetëm mundësi që kam për ta marrë janë dy. E para kur pushteti të kepsuar një goditje, një e para, dhe e dyta kur opozita të jetë një opozitë e vërtet dhe mos të jetë një opozitë komplet qesharake, komplet e pabesueshme. Dhe në këto dy raste, në raste tjera pastaj, sigurisht që për forcat e reja, për aktorë të ri, mund të jetë një mundësi, një potencial, siç ishte edhe zënë për Lëvizjen Bashkë, për një shembull, Arlindi që ishte kandidati i tretë, që mori goxha vota, dhe aty praktikisht ai u promovua, pati mundësinë që ta thotë gjën e vet, dhe hyri fuqishëm në skenën politike. Mund të jetë një mundësi prapë e mirë në këtë aspekt, po të shfrytëzohet mirë dhe po të bëhet fushata ashtu siç duhet dhe mbi gjitha po u fol për ato çështje që janë serioze dhe që pas kurajër me i trajtu. Nuk e di për shkakun, nëse ti e mbanë në fushatën e fundit, u fol për autobus fala se ku ta di unë, po nuk u tha si moment për një farë ndalimi të plot të lejeve ndërtimit, nuk pati njeri kurajën dhe guximin ta thotë. Morën gjithë me çështje dytësore, me çështje do thoja unë nganjëherë u lëshua gjua sepse dije që nuk do arrihej ndonjëherë të merre bashkie dhe kap edhe bë premtime në ajër. Shiko, unë jam dakord që patjetër pushteti lokal duhet të jetë ndarë, por edhe pushteti lokal ka shumë politikë brenda dhe ajo parti që merr përsipër bën një garë serioze, duhet patjetër që të lidhi ligjërimin politik që ka me nevojat e qytetit. Pra, sigurisht jo ta kthej qytetin ideologji abstrakte, por në një linjë politike për disa pozicione të forta, ato duhet të jenë të aplikueshme dhe në jetën e qytetit. Pra, nëse ti do të forcosh pushtetin publik, nëse ti do të ndihmosh stresat nevojës, nëse ti bësh politika sociale, siç i ke në konceptin tënd politik, duhet ti implementosh edhe në fushatën për Bashkinë e Tiranës. Aq më tepër që është qytet gjigant në raport me qytetet tjera, është 1/3 e popullsisë dhe është e pamundur që ashtu. Patjetër që në kushtet e Shqipërisë, kush merr Tiranën, le të themi është pa diskutim pozita për të marrë pushtetin qendror. Nuk diskutohet kjo gjë, por që në këtë moment me konjunkturën që është jashtëzakonisht e vështirë, sepse ne e dim shumë mirë që këtu pushteti lokal nuk ekziston më. Jo vetëm Tiranë, po as ti qytet. Dhe është pak e vështirë të imagjinosh që mund të marrësh qytetet, pra pushtetet lokale të kapura pa goditur pushtetin qendror, pa goditur pushtetin absolut që ka akumuluar sot, mendoj unë, një organizatë mbi gjitha një individ. Qartë. Ne dua të flas edhe një gjë të fundit së bashku. Lidhe me një çështje e cila është hedhur për konsum publik, po kjo është edhe arsyeja pse dua ta diskutoj me ty. Sa është çështje pra shmangje, shpërqendrim dhe sa është realisht çështje substanciale që ndikon, po them, në shoqërinë shqiptare. Kam fjalën për hedhjen për konsultim publik të projektligjit për barazinë gjinore, diçka e tillë, po e them shkurt se dhe nuk e mbaj mend, po them, gjithë formulimin e gjatë. Ku janë marrë, po them, si me përzgjedhje disa pjesë të këtij ligji për t'u hedhur për koment, për duke ditur që dhe shoqëria shqiptare është e polarizuar në këto çështje dhe krijon një farë sensacioni, po realisht përtej sensacionit, ky projekt ligj të thotë gjë ty apo është një drita dhe zhurmë? Unë nuk e di, po di të them vetëm një gjë, nëse do duhej një ligji për mendimin tim edhe për natyrën e vet do duhej patjetër garantonte disa drejta, po jo të ishte ligji i cili definon çështjet e etiketave sociale me anë të ligjit. Unë nuk mendoj që kjo ka për të zgjidhur ndonjëherë me anë të ligjit, sepse kjo ka të bëjë me një kulturë, ka të bëjë me një mentalitet, ka të bëjë me një botë kuptim, ka të bëjë me një jetë shoqërore
dhe atë ne nuk e shmangim dot, nuk e evitojmë dot. Për mua ligji duhet krijoj kushte ta ndihmoj shoqërinë që të jetë gjithmonë më shumë përfshirëse, të jetë gjithmonë më shumë e hapur, të jetë gjithmonë më shumë e butë ndaj tjetrit dhe realisht të filloj të kuptoj të hapet, të shikoj dhe botkuptimet e ndryshme dhe identitetet e ndryshme. Kjo është për mua ajo që duhet kryer ligji. Nëse ligji fillon dhe bën ato që e bërë në vende të tjera, do prodhoj atë efekt që prodhoi në vende të tjera, pra një efekt anti, si më thon, woke, anti Një farë reaksioni, po themi. Një farë reaksioni. Po, reaksioni fuqishëm dhe mendoj në shumë drejtime dhe i drejtë. Por kjo duhet diskutuar, se duhet parë rast mbas rasti, por që ka një tendencë për t'i bërë gjërat me ligj dhe për t'i bërë gjërat për t'i shkruar në ligj dhe për t'i imponuar, për mua pa diskutim që nuk më pëlqen kjo gjë, nuk më pëlqen, nuk është shpreha më e dur, po nuk jam dakord. Nuk jam dakord të bëjë në këtë mënyrë. Dhe kam ndjek para ca kohësh një debat, bile edhe kam mundu me trajtu pak me këto hapësirat e mia sociale. Pati dy debate të mëdha që patëm plas para disa vitesh, ndodhi i sulmi në Francë, në Bataclan, në sallë ku ishte koncerti. Ishte edhe një rast tjetër ku në këtë rast u vu flamuri francez masivisht në shenjë solidariteti ndaj kombit francez, në shtetit francez. Dhe një rast tjetër ishte kur u vu flamuri i komunitetit LGBT, QI, domethënë plus, si shenjë për të shpreh një lloj dakordësie për martesat gay, martesat ç'a ndodhi domethënë? Ndodhi që unë këto e kam ndjek shumë të debat, sepse plasja u vu, fillon shumë njerëz që vinin në top, sigurisht pjesa e mirë ishte për solidaritet, s'kishin asnjë lidhje me as pjesë e komunitetit, as. Por ç'a ndodhi domethënë? Ndodhi që në këtë rast unë po shpreh ato sociologë, ato që kam lexuar dhe ishin gjëra shumë të mira në atë kohë, dhe thonin një gjë, ore, a mund të ndryshohen normat sociale me profile, me fotoprofilesh në rrjetet sociale, pra a mundet një proces qindra vjeçar të një evoluimi social jashtëzakonisht kompleks që të fillojë dhe të pompohet me fushata algoritmike në rrjetet sociale dhe në kanale tjera. Ky ishte pyetja dhe sigurisht që nuk mundet të bëhen ndryshime të mëdha shoqërore nëpërmjet këtyre formave të emergjencës, formave të jashtëzakonshme, formave, si me thënë, të deklamimit, të përplasjes në hapësirën publike, sepse ato, përveç se krijojnë konflikt, nuk bëjnë asgjë tjetër. Por patjetër që ka shqetësime, patjetër që duhen trajtuar, por duhen filluar futur pak nga pak në debatin publik. Më kujtohet atëherë që kur fliste zoti Berisha para, besoj do të ketë qenë diku nga fundi i mandatit, besoj dytë, kur fliste për këto martesat LGBT, më thënë, fliste në mbledhje të Këshillit të Ministrave dhe i fuste edhe i qeshme. Dhe më thënë, ne pa e bëjmë, po tash mos e merrni shumë seriozisht, tash kryeministri që qeshte, bënte gallat me këtë gjë. Pse? Sepse ai se besonte këtë gjë, ishte thjesht për t'i bërë qefin ndërkombëtarëve. Dhe edhe qeshte me idenë për t'i thënë opinionin që shiko, unë po merrem për t'i bërë qefin ndërkombëtarëve, asu se besoj këtë gjë. Po tani çfarë kuptimi ka që ti të shtysh diçka kur as vet ai që deklamon nuk beson te kjo gjë. Ti keni pamje të rrezik i gjenja atje, do thonë ai qeshte me këtë gjë. Kjo është ajo që më shqetëson. Nuk besojnë tek ligjet që imponojnë skema dhe imponojnë gjëra me dhunë. Sigurisht ka në disa raste diskriminime pozitive që duhen vënë në ligj. Por janë raste të cilat janë raste të veçanta, por që të përcaktosh identitet dhe të mësosh njerëz si duhet sillen dhe se si duhet vetë ndihen me anë të ligjeve dhe me anë të normave, unë nuk e di ku ka funksionuar kjo, por përveç se dhunë nuk di të ketë prodhuar në gjë tjetër. Kjo është ajo që kam konstatuar unë. Mirë, në fakt unë thash çështja e fundit, po kam edhe një çështje tjetër e cila është me mjaft interes publik dhe kam parë që ti ke reaguar, por edhe unë vetë personalisht e kam me interes.
sa i takon inteligjencës artificiale, sa i takon ministres së inteligjencës artificiale për kontrollin e prokurimeve që u lajmërua nga Rama diella. Ervin, mua më duket, po shpreh shqetësimin tim dhe pastaj po e shpreh në formë pyetjeje. Mua më duket sikur inteligjenca artificiale dhe teknologjia e informacionit në përgjithësi, këtu në mjedisin ton shqiptar hidhen për konsum. Po të bëja një krahasim siç bënte për shembull Magellani me ata indigjenët që u tregonte pasqyrat ose ndonjë vegël të çuditshme evropiane dhe i habiste, i bënte për vete. Pra me qëllim, ndoshta është pak e rëndë për ta thënë kjo, po për t'i mashtruar. Nuk e di, e ndan këtë përshtypje bashkë me mua? Shiko, unë jam marrë sa kohë me këtë temë, jo me dhe mos për inteligjencë artificiale, për gjithmonë këtë përplasjen mes algoritmeve dhe si me thënë botës humane, përgjithësi. Çfarë ndodh? Unë e kam ndjek shumë në gazetari, sa aty kam fokusin tim dhe fushën time, dhe çfarë kam parë? Kam parë që kur krijohet një farë konvergimi total të teknologjisë dhe aktivitetit njerëzor, tentohen që shumë aktivitete që dikur bëheshin ndarat, fillojnë tash të bëhen në një platformë, të gjitha. Okej. Dhe duke u bërë atje të gjitha, mi fakultimi, ato e humbasin atë autenticitetin dhe fillojnë dhe adaptohen rregullave të funksionimit të algoritmeve. Pra, ti sot për qenë gazetar i suksesshëm, nuk duhet ti jesh një hulumtues i mirë, po duhet ti jesh një administrator i mirë i rrjetit. Ç'a bën kjo? Kjo e bën që e konverton aktivitetin hulumtues gazetaresk në një aktivitet marketingu dhe thithësh klikimesh. Dhe ndaj kalin debati, a është Facebooku një media? Pra, a janë rrjetet sociale media? Shikoni çfarë ndodh tani me propozimin e inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale shton këtë dilemë që kjo pasuri e madhe që ka arritur të krijojë njerëzimi, a mundet të marrë rolin e administratorit, pra të zëvendësojë një aktivitet? Kjo është pyetja. Dhe përgjigjja është shumë e kollajt, jo, nuk mund ta bëj. Mos merremi me detaje, jo, diella jo, nuk mund, a mundet një inteligjencë artificiale të marrë rolin e administratorit, rolin e burokratit lart, rolin e institucionit, ta zëvendësoj dhe të krijoj, si me thënë, një prezencë, një legjitimitet në kushtet e mungesës së administratorit siç ne e kemi njohur me status social juridik institucional. Kjo është pyetja, dhe sigurisht që nuk mund të ekzistojë jo për formalitete juridike, por sepse çfarë problemi kanë në rrjetet sociale dhe pse nuk mund të jenë media, ose pse ata bëjnë media, po nuk e pranojnë që janë media, dhe pse inteligjenca artificiale nuk mund të bëjë administratorin, do ta bëjë si një lojë, po kur të vi puna për t'i kërkuar llogari të thotë s'kam punën. Siç ndodh me rrjetet sociale, siç thot Zuckerbergu, thot, shiko, te ne kalon thot gazetaria, po ne s'kemi lidhje me median. Sepse thot ai, unë jam një facilitet teknologjik, këtë mund thot dhe diella. Diella mund të bëj vendimarrje, t'ja lën disa vendimarrje në dorë, po kur ti kërkon llogari pse u bë gabim, apo pse u bë me mungesë transparence, apo pse pati një problem, diella thot, "Nuk ke me mua. Unë jam inteligjencë artificiale. Mo më kam programuar, nuk është faim." Më kupton? Ku t'ja kërkon llogarinë? Dhe në Facebook çfarë problemi kemi ne? Sepse informacioni deformohet, informacioni fillon dhe bëhet në kushtet e thash promocionit, pra shkrit me përmbajtje tjera, dhe rrjeti social, Zuckerbergu thotë, unë s'kam punë me këtë gjë, se unë nuk prodhoj gjë. Po në fakt çfarë prodhon ai? Ai prodhon algoritmet. Algoritmet janë përgjegjësia e tij. Por ai heq dorë. Pra, ai dhe ka pushtetin dhe fshihet. Prandaj këto quhen black boxe, quhen kuti të zeza. Sepse informacioni ai që ndodh atje është e paksesueshme. Ti nuk e di se ç'a ndodh aty brenda. Dhe jeta e black boxit është, si me thënë, një farë depozite ku ruhet në mënyrë, si me thënë,
jo shumë të edituar apo të orientuar, një informacion i caktuar. Dhe është kuti e zezë, ajo nuk ka vullnet, ajo nuk heqet dhe vë, ajo thjesht akumulon. Dhe ne jemi në të njëjtën gjë, sepse duke ja transmetuar, duke ja lënë këtë përgjegjësi kutive të zeza, ne heqim përgjegjësitë nga vetja. Ku këta administrator që i përdorin ata, thotë që nuk e kanë bërën, e ka bërë inteligjencë artificiale. Ndërshkrim ke inteligjencë artificiale thotë ç'pun kam unë, do thonë ç'afaj kam çfarë përgjegjësi kam unë për këtë gjë. Ktu është për mua problemi kryesor dhe këtu krijohen ato situata që në literaturë quhen isomorphism, ku shkrihet logjika algoritmike me një proces pune që nuk ka lidhje me të. Dhe duke e futur këtë aktivitet nëpërmjet logjikës algoritmike, aktiviteti merr logjikën algoritmike, pra shkrihet, bëhet një me logjikën algoritmike. Dhe këtu humbet pastaj ajo që quhen dhe ekoja emri veprimi, pra ne nuk e kuptojmë më tani se kush është realisht autori i kësaj dhe kush është, si më thënë, furnizuesi i kësaj. Dhe kush mban përgjegjësi? Kush mban përgjegjësi për këtë? Kush mban përgjegjësi, po. Keme qindra portale që i kenë rrjetet sociale, të cilat bëjnë qarkullime kokash lajmi që i kanë me inteligjencë artificiale, i kanë të gatshme. Të gjitha ato na kalojnë neve parasysh, ne i klikojmë ato dhe i shohim kush është mbas atyre, kush mban përgjegjësi për ata. Asnjëri nuk ulet me punu për ata, janë thjesht motor automatik që prodhojnë koka lajmi. Dhe neve na dalin ato përpara. I shikoj me qindra me mijëra njerëz, sigurisht unë i dalloj direkt dhe nuk i shoh dhe i kaloj. Por masa njerëzve nuk i kupton. Dhe momenti që hapësira përmbytet me gjithë këto motor kërkimi, me këta automatizma, me këto inteligjencë artificiale, atëherë kush informacioni vërtet? Kush ma ndan mua? Kush ma ndan mua burokratin nëse ti gjithë procesin e vendimarrjes, procesin politik, procesin mbi gjitha intelektual, social që ka vendimarrja nga pas, ma fshe nëpërmjet një algoritmi, nëpërmjet një inteligjencë artificiale, ku ta kërkoj unë pastaj? Ku ta kërkoj llogarinë? Mos të hyjnë pastaj që vetë inteligjenca artificiale ka probleme me paragjykimet, ka probleme me informacionet që arrin të përpunojnë, sepse edhe ajo është një teknologji e cila furnizohet me informacion dhe dim që nuk ka mundësi në këtë dynja që një inteligjencë artificiale të ketë vërtetën absolute, nuk e ka dot. Atëherë edhe ajo është një mundësi, një alternativë e cila mund të ishte ndihmëse, po jo ne të zëvendësojmë aktivitetin themi na i bën inteligjencë artificiale. Qartë.